Nisi për tokën, por tashmë qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Tani, meqense të dyja palët janë të ngërthyera në këtë çështje që është e natyrës politike, jo më mjedisore, nuk është çështje konsultative, nuk është çështje as demokratike në kuptimin që të rivendosim, si thua, atë për masën e munguar të konsultimit demokratik në një shoqëri që e parashikon me ligj këtë përmas, kjo ka shkuar në një përplasje të natyrës politike. Në përplasje të natyrës politike, unë mendoj që avantazhin e ka me vete qeveria për shkak se ajo qeveria. Pra, po thua që në ditën e 37 në avantazh është Rama? Është qeveria për shkak se ajo qeveris me një mandat 4 vjeçar, nga i cili ka konsumuar vetëm një vit e pak. Pra, në maj të vitit kaluar ata morën mandatin, ne jemi sot në korrik duke folur një vit e pak që ata, si thua, kanë akoma 2 vite. Por çfarë do të thotë për një kryeministër ku vetëm pas një viti që ka ardhur në pushtet për të 4ën herë me një fitore me 83 mandate, kërkohet largimi i tij çdo natë poshtë zyrës? Ajo është një ballafaqim dramatik për zotin Rama. Mendoj që kjo është përmasa më dramatike me të cilën ai është ballafaquar ndonjëherë për shkak edhe të vetë lodhjes që ka prodhuar pushteti, do të thosha, jo vetëm jashtë radhëve të partisë tij, por dhe vetë brenda Partisë Socialiste, e cila duke qenë shumic, me rregull të rreshtë ka dhe më shumë publik, ka më shumë votues brenda. Dhe siç e kemi parë nga deklaratat në shesh, shumë prej tyre kanë votuar Partinë Socialiste dhe janë rikthyer në shesh shumë të zhgënjyer me Partinë Socialiste, e cila duket se në mënyrë të qëllimshme, pra me vedi e ka zgjedhur që të mos e konsiderojë këtë që ka ndodhur një gabim apo një neglizhencë. Por, po të shikoni fjalimet e kryeministrit, podcastet e tij, vlerësimet që japin, mandej përforcimet, pra rezonimet që i bëjnë fjalës së tij, kryegrupit parlamentar, ministrat caktuar, kryetarët e njësive bashkiake, po doni, pra gjithë enturazhi apo kontingjenti që është më pranë qeverisë se establishmentit, duket se gjithë synimi është që të kapërcehet ky moment dhe vetëm zvërnecet e Sazanit të bëhet. Pa gjithë të tjerat do t'i diskutojmë. Dhe unë prandaj mendoj që rikthimi në gjenezë, pra kushti për negociat dhe kushti për diskutim është që anullohen këto, ku nuk u pyet publiku, dhe ajo është tokë publike, madje duket se dokumentat po flasin tashmë, nisur nga rrethana që spaku po jeton, nisur nga rrethana që media ndërkombëtare po flasin shumë, është një tokë e cila ka pasur disa tjetërsime natyrës kriminale, pavarësisht se nuk ka vendime gjyqësore. Beson se nëse anullohen këto projekte, protesta ndalet? Tani në këtë pikë ku ka arritur protesta. Protesta si rregull duhet shpërndahet nëse arrin qëllimet e saj. Problemi është nëse shtohet një qëllim i ri çdo ditë të re të protestës, kjo protestë do të kalojë gradualisht në lodhje, pra është kundërproduktive nëse do të shtohet lista e kërkesave ndaj qeverisë, dhe unë mendoj që do të ishte absolutisht një shmangje. Prekosh janë 5 kërkesa. Do të ishte, po ja për shembull, të marrim njërin prej kërkesave, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve, shfuqizimin e ligjit për investitorët strategjik. Çfarë do bëjmë? Dhe këtu fillon bëhet me mece dhe vetë protesta, ose ata që mund të kenë më shumë fuqi artikulimi, stopojnë në çështje që meritojnë të zhvillohen. Fjala vjen ligji për investimet strategjike, që ka krijuar frustrim shumë të madh në publik, sepse merr tokën e publikut dhe e tjetërson në duar të panjohura, pa e pyetur publikun nëse do apo nuk do që toka apo prona e tij të merret dhe të çohet tutje, duhet shfuqizohet. Çfarë ndodh me efektet që janë prodhuar ndërkohë, sepse këto ndryshime ligjore kanë prodhuar efekte. Efektet më të dukshme janë Sazani dhe Zvërneci, por po të doni janë si thua një seri portesh të ushtrisë shqiptare, baza detare, por po të doni çdo objekt madhor publik, Muzeu Historik Kombëtar, Galeria e Arteve, stadiumet, janë të gjitha si thua në këtë fondin e tokës së shtetit dhe shkojnë në një dorë që si thua ne marrim vesh të fundit. Pra pronari i vërtet, publiku, shqiptarët marrin vesh të fundit se si ka shkuar në një dorë kjo pronë që është në fakt është e tyrja. Unë mendoj që qeveria duhet largohet këtij modeli. Do të ishte një shenjë qeverisje së mirë që të kemi një moratorium mbi marrjen e aseteve publike dhe tjetërsimin e tyre në duar private. Kjo do ta qetësonte shumë shpirtin e publikut, rrjedhimisht dhe protestën. Nëse protesta pastaj nuk do të qetësohet, publiku do të bëjë zgjedhjet e veta. Kushtetuta e re? Kodi i ri zgjedhor, ajo është prit gomar të mbi bar, një kushtetutë e re. Ne kur bëm kushtetutën tonë patëm një dështim referendumi në vitin 1994. Kur referoj sa shprehje nuk arrihet, është e paarritshme? Jo se nuk arrihet, kushtetuta mund të bëhet, por kushtetuta minimalisht duhet të ketë një
kondit ose një parakusht. Parakushti është që minimalisht në kuvend forcat si thua që janë kundërshtare, pra forcat që vendosen në balansat e numrave në kuvend, të mos jenë sikurse fjala vjen janë të konfiguruara tani ku Partia Socialiste ka shumicë cilësuar. Dhe opozita ka pak numra për ta kundërshtuar nëse projekti kushtetues do të jetë dhe më agresiv se sa që kemi ne aktualisht kushtetutën. Pra, të kërkosh kushtetutë të re, të kërkosh 1, 2, 3, 4, 5 gjëra që janë të natyre sistemike. Kodi zgjedhor, hapja e listave. Po ja pra më thoni, cilat janë në tryezën e diskutimeve. Po le ta kuptojmë drejt. Ç'lidhje ka kodi zgjedhor me Zvërnecin, pra me ligatinën e Zvërnecit, me manastirin e Zvërnecit, me Ivanka Trump dhe burin e saj kushtet. Nisi me mjedisin dhe tashmë ka kërkesa tjera. Me Kakomen. Pra këtu janë duke u vendosur kështu si parav kërkesat të cilat e bëjnë të dyshimt agjendën. Unë mendoj që protesta ka një shans dhe vetëm një shans që ajo vetë e para të restaurojë vetën dhe të ketë fuqi të ri për të lira, të rikthehet në objekt. Objekti është moratorium mbi Zvërnecin dhe Sazanin. Të rikthehet në gjenes sërish? Protesta është e fuqishme. Po të rikthehet e kërkesat e para. Duhet të rikthehet dhe mandej gjithë të tjerat, pra kushtetutën, referendumin, kodin zgjedhor, shfrytëzimin e ligjeve, t'i lërë si thua në serinë e dytë. Pra në episodin e dytë të kësaj telenovele që si thua po prodhohet me pasione shumë të mëdha. Nëse vazhdojnë të shtojnë kërkesa aty do të Mirë, Gerti, kapim një tjetër aspekt. Teza që qarkullojnë, kuvendi i ri kombëtar flitet për mundësinë si alternativë e mirë apo jo, nuk e di si e sheh krimi një partie të re politike që mund të dalë nga kjo protestë. Për shembull, një ditë më parë mbrëmje qytetari ka bërë thirrje intelektualëve nëse mund ta marrin ata në dorë këtë protestë, dalja e një partie të re, një subjekti të ri politik. Çfarë mund të sjellë? Është kjo zgjidhja e mirë për ta mbajtur të fortë apo për ta mbajtur në këmbë këtë protestë në mënyrë që ajo të mos zhbëhet normalizimi i saj në një subjekt politik? Unë mendoj që kjo është tregues që organizatorët e protestës kanë filluar të ndjejnë që opsionet po dhe pasioni janë të natyrës, pra mund të shterojnë, janë finite, pra nuk janë në infinit, nuk mund të prodhosh pasion proteste apo pasion demokratik çdo pasdite për një kohë të palimituar. Që do të thotë që ata po mundohen të garantojnë një si thua strukturë në të cilën ose një arkitekturë në të cilën të mundet të ankorohet, po themi ky pasion dhe të ketë një vijshmëri. Por nga ana tjetër, mjedisi politik shqiptar, mjedisi politik shqiptar është i mbi ngopur me sigla subjektesh të partive politike. Ajo që mungon është një koagulim, pra një rikristalizim i forcave në opozit. Për fat keq ne shikojmë që në opozit ata sikur janë parë hëna jashtë, janë kaq në urrëtie me njëri tjetrin, sa nuk gjen asnjë motiv, as vetë dheu, Shqipëria, shqetësimi publik nuk përbën motiv për forcat opozitare që të mund të shkundin, si të thuash, këto kalçfikimet e këtyre viteve, që vinë dhe nga koha e tyre në pushtet, apo dhe nga mëritë e thella që janë krijuar për një arsye apo për një tjetër, dhe të gjenden bashkë këtë sipërmarrje të madhe. Shoh që protesta gjithashtu ka një alergji si ndaj Partisë Socialiste në pushtet, për arsye të kuptueshme në rastin konkret, por dhe ndaj Partisë Demokratike në opozitë, e cila ka qenë gjithashtu forcë qeverisëse. Nuk e pranojnë demokratët këtë, janë grupe caktuara që nxisin dhe këto brohorimat Berisha në burg. Opozita e opozitës. Ato janë grupe caktuara, për mendimin tim ajo është një thirrje kundërproduktive, sepse protestës i duhet gjithashtu njësoj si forcave opozitare të amalgamohet për një, pra të bashkohet për një qëllim më të madh. Por nga ana tjetër duket se si thua në skenë ndërveprojnë qëllime të vogla, jo qëllime shumë të mëdha. Më vjen keq që unë e them këtë gjë. E para, e dyta, Partia Demokratike është paksa, pra teksa nga njëra anë mbështet protestën si forcë politike e maturuar me një numër të konsiderueshëm, gjithsesi paçka se pakic në kuvend, por me një numër të konsiderueshëm për të vënë në lëvizje procese parlamentare, e ka demaskuar vetveten në rastin e këtyre 35 ditëve. Partia Demokratike njeh ose shkon. Kur thotë demaskuar, pse çfarë nxori? Sepse ajo shkon deri në njohjen e motivit, pra njeh dhe mbështet motivin që shqiptarët i kanë nxjerrë në protestë. Por nga ana tjetër ajo vet nuk është artikuluar për asnjë zgjidhje. Për shembull, cili është artikulimi i munguar dhe mendoj unë ajo që do të bënte pikën e kthesës nëse Partia Demokratike reflekton bashkë me partitë opozitare. Protestuesit kanë disa kërkesa. Një kërkesë të fillesës dhe disa të tjera që erdhën më pas.
E para dhe dyta janë kërkesa dhe të demokratëve. Largimi i Ramës qeveri tranzitore. Nuk janë kërkesa të demokratëve. Partia Demokratike çfarë nuk po bën? Më lejoni ta shpjegoj në 1 minutë vetë. Jo, dakor, jo, do të lë po thjesht janë kërkesa të protestave të tyre. Ato nuk konvergojnë, sepse lëvizja popullore ka valencë më të lartë se lëvizja politike. Lëvizja popullore, dhe mjafton vetëm një tregus i pakapërcyeshëm që ka valencë më të lartë, fakti që të gjitha media ndërkombëtare, madje çdo media e vendeve dhe të lindjes së largme, në Kinë është transmetuar kjo protestë, në Pakistan është transmetuar kjo protestë, pa folur për Reuters, AFP, Anadolu. Të gjitha mediat prestigjioze ndërkombëtare. Të gjitha mediat e botës kanë dhënë dhe sot është brend revolucioni flamingove. Kjo është dëmimatje është bërë nga ana tjetër, si thua algoritmi, queni si doni, po kryeministrit është bërë dëm i jashtëzakonshëm në kushtet që kjo protest ka marrë hovë dhe ka marrë pasurinë në media ndërkombëtare. Por të kthehemi tek opozita. Janë shtruar disa probleme. Opozitës i takon që të prodhojë disa zgjidhje dhe komunikimi vetëm politik i saj duhet ishte ky. Unë sot jam pakic. Problemet tuaja të shtruara për zgjidhje, unë i marr si angazhim politik dhe për të kthyer ligjin për impaktin për paketën e maleve për investitorët strategjik 1, 2, 3, 4, 20 kërkesa. Unë do t'i zhbëj, sikurse ju po kërkoni, për këtë arsye mua më duhet të jem me patjetër shumicë në kuvend. Marr angazhimin publik që kjo do të jetë agjenda ime dhe të shkojmë për kërkesën e një qeverie teknike apo një qeverie të flamingove, po të doni, pra qeveria e flamingove mund të ishte edhe më e bukur se një qeveri teknike, e cila për agent do të ketë vetëm plotësimin e kërkesave. Këtu opozita futet në lojë. Për momentin opozita po qëndron jashtë loje. Pra e mbështet protestën, por nuk i jep drejtim se ku qëndron ajo vetë politikisht. Dhe protestuesit nuk kanë besim, të legjitimuar nuk kanë besim, se Partia Demokratike ka mbyllur gojen. Ajo kërkon largimin e zotit Rama, të vi vetë ajo dhe t'i bëjë kontratat. Protestuesit e kanë nuhatur këtë gjë sepse e kanë parë. Siç vinë sot strategjikët e Ramës, para 2013 vinin fazliqët me strategjikët e vetë të Berishës. Pra janë dy anë të njëjta të njëjtës medalje dhe nuk ka të hedhim medaljen, pra të hedhim monedhën dhe o do bjerë kok apil. Ajo bie gjithmonë kok. O është Rama kok, o është Berisha kok. Po Partitë e Reja? Çfarë qëndrimi po? Partitë e Reja nuk kanë numrat dhe politikisht ato janë të dizavantazhuara. I lëm numrat në parlament me këtë protestë, qase e tyre ndaj kësaj proteste, edhe çfarë po përpiqen? Me mece, ato nuk mund të marrin, pra ato nuk kanë. Shef përpjekje për ta kapitalizuar protestën nga ana e tyre? Absolutisht jo. Është një miopi absolute politike dhe e partive të reja. Ato duhet kishin gjetur pikën e bashkimit dhe duhet kishin nënshkruar tashmë draft kontratën politike me protestën për të thënë që këto kërkesat tuaja bëhen programi ynë, të rrëzojmë qeverinë ose t'i kërkojmë votbesim kryeministrit apo t'i lutemi socialistëve të na sillin një kryeministër të ri apo të bëjmë një qeveri teknike në mënyrë që kjo të jetë, si thua, prioritarizimi i plot i agjendës kombëtare. Ata nuk flasin për një prioritarizim të agjendës kombëtare. Ne kemi sërish në tavolinë një agjendë politike që është e diktuar nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike. Pra, establishmenti politik, kush me heshtjen e kush me kthimin ose mashtrimin duke mos marrë angazhim politik, janë duke e vrarë këtë protestë. Edhe një pyetje fundit, Gerti, çfarë mendon, beson se do të arrijë kjo protestë? Protesta do të kishte shanse të arrinte e vetme piksonimet e saj nëse ka saj. Pra, qeveria është në një rënant të ekuacionit dhe këte kemi disa faktorë që mund të bënin peshën e qeverisë. Qeveria ka peshë shumë të madhe, protesta e vetme nuk e përmbys dot qeverinë dhe nuk i dikton dot një ritëm të ri asaj. Protesta do duhet të shumë fishoheshe me opozitën shqiptare, të cilën unë e vura në pikpyetje. Ajo ja ka me hile. Do të shufishoheshe me faktorin ndërkombëtar, ku këtu kanë parasysh më shumë të institucionet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë qëndruar në heshtje. Kjo heshtje si lexohet? Heshtja aprovim apo do mbështetje apo? Heshtja është pikpyetja më e madhe dhe njëkohësisht akuza më e madhe që publiku shqiptar apo ata që janë skeptik të Bashkimit Evropian kanë vendosur tashmë në inventarin apo arsenalin e tyre karshi burokracisë, verbërisë, pandjeshmërisë së Bashkimit Evropian. Pra, unë mendoj që pas këtij momenti do të ketë më shumë euroskeptik në Shqipëri. Bashkimi Evropian, gjithashtu me institucionet e veta, ka
futur në magazinën e vetë burokratike dështimin e radhës në Shqipëri duke mos reaguar. Kanë ardhur disa eurodeputet, por Parlamenti Evropian është një institucion që si rregull duhet vepronte pak më vonë. Gonzato u pa në një nga ditët e para të protestës aty. Gonzato është pjesë e, si thua, përmasës më të qortueshme të atyre vëzhguesve pasiv, sepse në raportet që ai firmos, pra zyret e tij firmos, konsultimet publike fasad, konsultimet publike jo domethënëse, anashkalimi publiku në vendimarrjet e mëdha që interesojnë atë, tjetërsimi tokës tek investitor strategjik, qarkullimi parave publike në kompani Guaska apo Fantazm, janë kryefjalë të çdo paragrafi në raportet që ai firmos. E megjithatë, ai nuk ka gjetur dot një fjalë për të thënë. Mbaj mend këtu kur bëhej reforma në drejtësi, ç'bënte vllau Tini mëngjes drek dark, me flokët e veta të kuqe, por gjithmonë o me një fund blu, o me një fund bardh. Pra ajo ishte aty prezent për të kërkuar, ju lutem, unë jam këtu, ne e duam atë. Ishte më e zëshme se Gonzato. Shumë e zëshme, ajo vibronte në kuptimin më të plotë se Gonzato për çfarë do mbahet mend, se i mbaronte mandati, pritet vit ambasadori e re. Për asgjë, Gonzato erdhi pa dhe do të ikë, nuk la asnjë gjurmë dhe unë mendoj që është në përmasën e antipatisë për sa i takon publikut shqiptar. Ka pasur më shumë simpati të paktën në publikun e majt në atë kohë Romana Vlautin apo ndonjë tjetër se sa Gonzato. Për të shtuar ekuacionin, pra, tham, protesta është pa PD-n dhe opozitën, protesta është pa Bashkimin Evropian dhe institucionet e veta, protesta mund të përgjigjesh shumë nëse i largohen në masë Ramës një 20 deputet, pra faktori brendshëm brenda vetë Partisë Socialiste, që me sa duket pati një u duk sikur do të ndodhte diçka, por u limitua vetëm në një vajzë që si thosh më shumë njifte blegtorinë se sa politikën, dhe e fundit fare mund të kishte një shans nëse ekuacionit i vinte edhe një 5, po themi kot për ta thënë fare thjesht. Alexander Soros, i ndjeri tradhtuar nga miku i vetë Edi Rama që po shkonte ashtu me këmbë kundërshtarët e mëdhenj politik, pra familjen Trump, vendosa bën ato intrigat e veta dhe si thua i vendoset përballë kryeministrit. Pra, ky faktori okult ndërkombëtar, pra ka bala ndërkombëtare. Edhe kjo nuk po duket. Kjo historia pasaj që Irani e më thetë thash, ju vunë Shqipërisë është histori kot, ta dinë të gjithë që është kot. E vazhdon ende, nga dita e parë deri sot. Kur vjen puna tek faktori jashtëm, ka vetëm një shqetësim genuin, që unë i lutem vendimarrësve ta marrin parasysh. Ka pothuajse një ngashërim të thellë të shqiptarëve të munduar, ndoshta vetë pa informuar, lidhur me atë që kolonë izraelit do të vinë në Shqipëri dhe do të ngulen në këto qytetet që po ndërtohen anës detit. Ku ne jemi gjithmonë anës detit të palar, anë pranë sofrës të pangrënë. Kjo meriton një përgjigje nga kreu i shtetit. Në qoftë se kjo është paranoj, ajo të çmontohet si paranoj dhe të jepen argumenta që nuk do të jetë kështu. E në qoftë se do të vinë, publiku shqiptar ka të drejtën absolute ta di. Dhe në qoftë se ata do të vinë, publiku shqiptar duhet të forë një konsultim të madh. Doni ore ta ndajmë të tokë të vogël që kemi trashëguar nga të parët tanë, edhe me izraelitët, apo çifutët, apo hebrejnë, quheni si doni, apo nuk doni. Dhe fjalë e tyre është ajo që do të vendosë, jo fjalë kryeministrit, pra e shërbëtorit par publik të tyre. Gerti Shella, të falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësi. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.